E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësinë e madhe të udhëzimit në Islam. Edhe që nga momenti i parë që hyra në këtë xhami të madhe, edhe në këtë vend të mrekullueshëm të dijes, e të udhëzimit, e të dritës, e të vlerave tona islame dhe kombëtare, e gjeta veten të rrethuar nga një atmosferë e begatë, si një person i cili hyn në një kopsht, edhe ku nga të gjitha anët vjen era e mirë e luleve të shumta, jo vetëm e tulipanit, i cili gjithsesi të tërheq me shumë llojshmërinë e ngjyrave të tij. E ndoshta edhe shumë llojshmëria e qyteteve dhe trojeve tona shqiptare ngjan me ngjyrat e tulipanit, edhe me imamin e nderuar me vëllain tim Hoxh Halilin. E vizituam edhe një prej ambienteve ku emrat e qyteteve, edhe atje në vendin më të spikatur ishte Shkodra, dhe këtë mos ma mendni për mburrje, po për një lloj mallëngjimi që unë kam për qytetin sa herë që largohem prej tij. Ma solli ndërmend edhe këtë simbolik të bukur të tulipanit. Pastaj me prezencën e hoxhës tonë dhe profesorit të dashur, dietarit edhe personalitetit të shumë me famë botnore, profesor doktor Hajruddin Hoxha. Fjala ime dhe prania ime është si tejemumi kur ka ujë, edhe kur ka ujë tejemumi nuk ka vlerë. Mirë, po kjo është prej sadakave të zotnisë së tij, edhe dashamirësi prej dashamirësisë së vllaut tim imamit të xhamisë, edhe hoxhallarëve në përgjithësi, edhe zotnisë tuaj. Ne kemi ardhur dhe Ramazani e ka këtë mirësi se na mbledh dhe na bën me e taku njëri tjetrin, edhe me i than disa fjalë, jo për të sjellë diçka që nuk dihet, po për ta gjallënuar paksa këtë atmosferë të këtij muaji të begatë të Ramazanit, me vështrimin në fytyrën e gjithë secilit për jush, si të thush për të marrë dritë nga drita e juaj, e për ta mbush Ramazanin me dritë, siç është muaji i dritës, mirë po kjo është një dritë që nuk ka limite. Edhe kjo është një dashni që nuk ka kufi. Edhe kjo është një mirësi e madhe me të cilën Allah subhanahu wa taala na ka bashkuar të gjithëve në këtë vend të begatë, të rrethuar nga dashnia dhe mëshira e tij. Kam lexuar përpara disa kohësh një rrëfim shumë interesant që e sjell Ibn al-Qayyim, ku tregon për një burr të cilit i kishte ndruar jetë vajza, një vajzë e pjekun, por që kishte ndruar jetë në lule të rinisë, siç i themi ne në gjuhën tonë shqipe. Edhe një natë prej netëve, ai bab i mërzitur, i përmalluar për vajzën e tij, e sheh të bien në andër. Ai thotë, si ishte ahireti më i bi? Dhe dhënë interesohet për atë edhe në atë gjendje. Ajo i thotë dy fjalë. E dinim, por nuk e vepronim. E dinim, por nuk e vepronim. Pasha Allahun, një tesbih, a një rekat i vetëm, a leximi në librin e Allahut, është ma e mirë edhe ma e dashur për mu, se krejt bota me çka kam rëna. Edhe përfundon rrëfimi i imamit të madh. E dinim, por nuk e vepronim. Shpeshherë në përditshmërinë tonë, ne na merr përdore hutia drejt disa realiteteve që ndoshta Allah subhanahu wa taala nuk është razi për ato. Ne e dinim, por nuk e vepronim. Ne dim shumë çka, e ndoshta veprojmë edhe të kundërtën e tyne. Dikun nga nxitimi, dikun nga mungesa e urtësisë, dikun për një arsye, dikun për një tjetër. Mirë, në Kur'anin familjar Allahu subhanahu wa taala na drejtohet duke na thënë: O ju të cilët keni besuar, ja ayyuhalladhina amanu. Do kjo është thirrje për këdhelie, edhe thirrje dashnie. Lima taquluna ma la taf'alun. Përse thoni atë që nuk e veproni? Përse thoni atë që nuk e veproni? E që do thotë se tek ne në Islam është sistem jete që muslimani, besimtari, atë që e din e vepron, edhe nuk flet për para kohet, edhe nuk flet diçka që nuk e vepron, a thuj, nuk thot diçka e vepron të kundërtën e saj.
Madje Allahu subhanahu wa taala, i cili na tërheq vëmendjen në shumë vende në Kur'anin familart, për popuj të tjerë përpara nesh, jo për t'i cilësu ata si popuj të çthurun dhe për të thënë ne ata ishin të çthurun dhe ne jemi të pikum të qiellit. Jo. Po për të thënë që shikoni shembullin e atyre përpara jush që mos të baheni si ata. Për shembull, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Allahu subhanahu wa taala na sjell shembullin e disave prej bani Israilëve. Dhe më thanë prej popullit të Hazreti Jakubit, edhe aty në pejgamberve të shumë të asaj periudhe të begat, të cilët e mohun Zotin, ose e mohun udhëzimin e Allahu subhanahu wa taala, që e dinin dhe nuk e vepronin. Çfarë banin ato? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ata nuk e këshillonin njëri tjetrin kur në mesin e tyre përhapej e keqja. Që do të thotë e dinin, por nuk e vepronin, ose e dinin shumë mirë se ajo çfarë po veprohej nuk është ajo që fitohet me tek kënaqësia e Allahu subhanahu wa taala. Mirë po heshnin. Dhe ne në Islam kemi një sistem që ndryshon nga sistemet e më përparshme. Allahu subhanahu wa taala na sjell këtë model, edhe sjell një model tjetër, që në të vërtetë të dy janë pika referimi për ne. I pari për të mos bërë atë gabim, ndërsa i dyti, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, modeli më i përkryer, edhe më i përsosur i historisë së racës njerëzore. Çfarë veçorie ka ky model? Se nuk do përmendim emra të përveçëm, se meseleja nuk është tek emrat e përveçëm, por meseleja është tek ajo çfarë këto emra të përveçëm veprojnë, ose këta emra veprojnë për të bërë të përveçëm në sytë Allahut dhe në sytë e njerëzve. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Me urdhnu për të mirë, me ndërtu të mirën, me kënë thirrës drejt të mirës. Ne nuk jemi shkatrimtar në tokë. Ne nuk jemi të zullumeve. Ne nuk jemi të harameve. Ne nuk jemi të ligësisë. Mirë po jo që nga njëherë ne bijem në batakun e këtyne që përmenda edhe shumë ma shumë se kaq. Atëherë, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nëse ne bijem në këtë të keqe, është dikush që na tërheq vëmendjen. Është dikush që na këshillon. Një imam, një hoxh, një profesor i nderuar, një vëlla, një mik, një prind, një vëlla, një motër, dhe sistemi i këshillimit në mesin tonë është krejt i hapun. Por është sistem i shoqënisë tonë, dhe individi musliman vepron dhe zgjohet dhe bie me ajetet e surës së kohës, wal asri, i cili përfundon me nxitjen për të qenë këshillues, këshilltar të njëri tjetrit. O tu'minuna billah, dhe mi të gjitha besonin në Allahun. A mundet një person i cili beson në Allahun dhe e njeh se kush është Allahu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, i din këto emrat e mallnushëm. Jo thjesht për t'i lexuar ata, ja të përpiqem ta lexoj atë emrin aty, Ar-Razzaqu. Jo bre, nuk është kështu. Mirë po me e kuptu se gjithë secili për këtyre emrave në vetvete përbajnë përkthimin e atij ajeti të mallnushëm, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. E nëse ti e njeh Allahun, a mundesh me e ditë se Allahu të sheh, të ndëgjon, çdo gjë është në dorën e tij, është i plot fuqishëm? A mundesh ti me i dal kundër atij? A mundesh e praninë një të madhi ti me vepru diçka që është e pahishme për atë neje, për atë mezhlis? Estetikisht jo, moralisht jo. Dhe në sytë Allahu subhanahu wa ta'ala ti nuk pyet, Allah, e dinim, por nuk e vepronim. Kësisoj të dashën dhe të shtrejt, ne si musliman, e si besimtar, aq më tepër tash në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, që vjen për të na e forcu edhe më tepër bindjen dhe besimin dhe lidhjen me dashninë e Allahut azza wa jall. Në këtë muaj të mallnueshëm përpiqemi që me korrigju dhe me vunë në shina vetveten tonë. Mundohemi me u paqtu paksa me Zotin e gjithësisë, mundohemi me vazhdu ditë pas dite në këto bekime të mëdha derisa arrim në pozitën më të lartë, që është pozita e natës së pozitës së lartë, nata e kadrit.
A mund të jemi njerëz të natës së Kadrit nëse kemi kënë shkallafat, edhe të pavëmendshëm, edhe mos përfillës ndaj urdhëresave të Zotit tonë gjatë gjithë muajit të mëndueshëm të Ramazanit? A do të presim që në natën e Kadrit ne të shohim në një dritë që zbret nga qielli dhe të themi, "O, e pash natën e Kadrit?" Jo. Meseleja është me e jetu çdo ditë si të ishte nata e pozitës më të lartë të marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala, i cili nuk ka nevojë për adhurimet tona, edhe pse na ka kriju për të adhuruar atë. Janë dy gjëra të ndryshme. Na ka kriju për të adhuruar, por nuk ka nevojë për adhurimin tonë. Edhe argumenti më i mirë është se në një natë të vetme, me një urdhëresë hyjnore nga dashnia e tij, na thotë se adhurimi i juaj i pranuar në këtë natë vlen sa 80 ca vite jetë, sa një jetë e tanë. A jemi ne të gatshëm që atë çfarë lexojmë dhe e marrim nga Zoti i jon, me ju përgjigj me veprimin e saj, dhe me thanë, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." A mund ta kthejmë këtë nxitje të Hazreti Ibrahimit alayhis salam, që thotë se namazi im, adhurimet e mia, jeta ime, vdekja ime, çka ka mes jetës dhe vdekjes? Gjithçka. Gjithçka. Çdo frym. Lillahi rabbil alamin. Është për Allahun Zotin e botëve. A mund ta kthejmë këtë marrëdhënie me Zotin tonë? A mund të jetë e sotmja dhe e nesërmja e jonë, nëse ka të nesërme për nesër, nuk e dim, mund të mos ketë nesër. A mund të jenë për Zotin e botëve? E të kujdes, se kjo jetë, pavarësisht se duket se është e gjatë, më ka vdekë gjyshi, thot dikush 115 vjeç, edhe baba 102 vjeç, edhe ku e din ti se a më rrinë 60-ën, a 70-ën, a 50-ën, a ku je? Meseleja nuk është se sa ki pas gjyshin e baben. Meseleja është ti kush je dhe sa je, dhe sa peshon ti në marrëdhënie me Allahun subhanahu wa taala. A mundemi nga kjo pikpamje dhe nga ky këndvështrim me e kthy krejt jetën tonë në pozitat e atij që don me fitu për herë më tepër nga pëlqimi i Zotit të tij? Gati gjysma e jetës, ose thuj 1/3 deri 1/4 na shkon në gjumë. Keni marrë një person që jeton 70 vite, thuj 80, thuj 60. Sa prej asaj kohe i kalon në gjumë? Sa vite? Sa prej asaj kohe është periudha e fëmirisë deri në pjekuri? Sa prej asaj kohe është arktim edhe kërkim për të dëfryer, për të shkuar, për të ardhur edhe? Sa prej asaj kohe është lodhje dhe sakrificë për të fituar nga kjo botë, familja, shtëpia, gruaja, fëmia, makina, rroga e përmujshme, fitimet e përmujshme, faturat e përmujshme, vorbullet e pafundme të jetës së përditshme. Pastaj, a ka vend për Zotin tonë? Ndërkohë që ne mundemi që të gjitha këto që përmenda, përfshi edhe gjumin, me i kthy për Zotin tonë, edhe ushqimin për Allahun azza wa jall, edhe dëfrimin për Allahun azza wa jall, edhe lodhin edhe sakrificën për Allahun azza wa jall. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, krejt për hir të Allahut azza wa jall. E dinim, por se vepronim. Një rekat, një ajet kuranor, një buzëqeshje, një fjalë mirë, një komunikim me dashamirësi, një salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, një salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili na dëshmon se një person që bën salavat për zotnin e tij, e cakton Allahu një melek për t'ia përcjell pejgamberit alayhi salatu wasalam. E pejgamberi thot salleitu alayhi, edhe unë bi salavat për te, pra ja kthej salavatin me selam, me bekim, me lutje për te. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e bën këtë çdo ditë në gjithë secili prej nesh. E dinim, por se vepronim. E dinim, por se vepronim, edhe ka këtu një listë pafund të disa fenomeneve që ne i hasim në përditshmërinë tonë, që unë i kam lexuar, por nuk ka nevojë me u zgjat, sepse të gjithë ju dini shumë më shumë se sa unë po flas. E shumë më shumë se sa çfarë mund të kem regjistruar në këto e flet. Për ta përfunduar të dashurit e mi, kemi mundësi që
me gjana shumë të vogla, me fitu të përtemen, të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan që është ma e madhe dhe ma e gjanë se sa gjantësia dhe madhështia e qijeve dhe e tokës. Ju dini se personi i fundit që hyn në xhennet, i fundit, është një transmetim i Hazreti Abdullah ibn Abbasit, që i fundit që hyn në xhennet, historia është e gjatë, po them esencën edhe fundin e kësaj. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot atij, a je i kënaqur në robi im, masi ky i kërkon pemë në ujin e derisa mbrin tek dyert e xhennetit, do thotë më shtin edhe mua në mesin e tyne. Dhe Zoti i thotë, çam shpëton mua prej teje o birë Ademit. I të thanë, lutje, tjetër, çam shpëton mua prej teje. Edhe i thotë, a je i kënaqur që më dhanë sa 2 herë bota ku këti ketu, jo 2 herë Zvicrën, jo 2 herë Shqipnin, e 2 herë Kosovën, kret botën me çka kam rënë, kret globin, me kret pasunit e ti. A i kënaqur me të dhanë të dyja bashkë, dhe të thanë hajde bujrum xhennet? Thotë edhe këtu, Hazreti Abdullah ibn Abbas i qesh. E ti thotë, nuk po më pyetni se pse po qeshem? Ata i thonë, pse po qeshesh? Thotë se edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur na e ka tregu këtë ngjarje, është nalë këtu dhe ka qesh. Edhe ka thënë, nuk po më pyetni se pse po qeshem? I kanë thënë, pse po qeshesh ja Rasulullah? Ka thënë se Allahu azza wa jall ka qesh me robën e tij kur i ka thënë, "Etestehzi'u minni wa anta rabbul alamin." Apo tallesh me muti që je Zoti i botrave, domethënë mua më dhon 2 herë botën, apo qeshesh me mua, apo tallesh me mua? Subhanallah. Thot Allahu azza wa jalla, thot, jo, unë nuk tallem, por inni ala ma asha'u qadir. Unë jam i plot fuqishëm për atë që du. E foto për në xhennet edhe ti me 2 herë botën, që kjo bota dhe më thanë. Kjo bota që për një cep të vogël të saj, ne ndoshta ngrindemi edhe me baben, e me nanen, e me vllain, e me motrën. Dhe shikoni emisionet të ndryshme televizive, por jo vetëm. Edhe raporte vjetore të gjykatave tona shqiptare, në kretë trojet tona, për zënkat dhe kacafytjet, e përleshjet, e përqarjen, e hasmërit, e familjeve muslimane shqiptare, por jo vetëm, familjeve shqiptare në tërsi. Për çfarë? Për një plam tokë, për një trashëgimi, sa do e madhe të jetë ajo të nanës atë babës, për një dallavere këtu, e për një korrupsion atje, e për një faqe jo të bardhë këtu, e një tjetër atje, ndërkohë që Allahu subhanahu wa ta'ala na fton që atë që e dim dhe e mësojmë ta veprojmë, e mos bëjmë të kundërtën. E dinim, por se vepronim. Lutem me zemër të dashmit e mi, që Allahu subhanahu wa ta'ala na udhëzojë drejt më të mirës. Edhe të na bëjë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Ne të gjithë jemi gabimtar. Ne të gjithë shpresojmë në faljen dhe mëshirën e Allahut azza wa jall. Ne edhe po të mërrim kupën e qiellit, siç i themi ne në Shkodër, me adhurime dhe me lexime të Kuranit, e me vepra të mira, e me thuj pafund, nuk e mërrim atë me veprën tonë, me aftësinë tonë, me burrnin tonë. E mërrim me mëshirën e Allahut azza wa jall. Mirë po, kemi nevojë që këtë mëshirë me e kuptu drejt në jetën tonë, e drejt kësaj mëshire me shku si ai që kërkon dritën në një ambient të errët. Edhe me vrapu ditë natë për t'u kap pas çdo fije që na lidh me pëlqimin e Allahut azza wa jall. Sepse në krye të herës e në fund të çdo fjale, të gjithë ne jemi kërkues të asaj fjalie të madhe që thotë Ilahi, anta maqsudi, wa ridaka matlubi. Zoti im, ti je qëllimi im, kërkesa ime, ata unë ty të du. Unë ty të kërkoj. Dritën tane, dashnin tane, ato kërkoj. Edhe pas çdo vepre që unë veproj konform asaj drite dhe atij udhëzimi, pëlqimi yt është kërkesa ime. E kërkojmë dritën e Allahut, kapemi pas saj, e veprojmë atë në përditshmërinë tonë dhe i lutemi Allahut me na pranu. E me mëshirën e tij me na begatu, e pëlqimi i tij me na mbulu në çdo fazë, në çdo moment të jetës. Allahu ju dashtë dhe ju begatoftë, me shijoj maksimalisht kjo neja dhe kjo mezhlisi mubarek në këtë oazë të dritës dhe të udhëzimit, e ju falenderoj
përzemërsisht për mikpritjen edhe për dashamirësinë dhe ju uroj dhe dëshiroj çdo të mirë me zemër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.